Nëse doni të përmirësoni funksionin e tretjes dhe të mbështesni shëndetin e mëlçisë, një ritual i vogël në mëngjes mund të ndihmojë ndjeshëm. Çdo mëngjes, para se të konsumoni mëngjes, pini një përzierje me një lugë gjelle vaj ulliri dhe një lugë gjelle lëng limoni të freskët. Edhe pse të dy përbërësit janë të zakonshëm në dietë, veprimi i tyre i kombinuar në mëngjes ka një efekt të fortë detoksifikues. Vaji i ullirit ndihmon në aktivizimin e kanaleve biliare dhe përshpejton tretjen, ndërsa limoni stimulon proceset e tretjes dhe ndihmon në nxjerrjen e toksinave nga trupi. Njerëzit që e praktikojnë rregullisht këtë ritual vënë re ndryshime pozitive. Lëkura bëhet më e freskët, rrafët e errët nën sy zvogëlohen dhe ndjesia e fryrjes shtuket. Zorët punojnë më rregullisht dhe problemet me kapsllukun bëhen më të rralla. Ky zakon i thjeshtë dhe natyror mund të praktikohet për një kohë të gjatë dhe trupi reagon shpejt duke rritur energjinë dhe duke u ndjerë më i lehtë dhe më i shëndetshëm.